Ne para parashikimin tonë kemi thonë qartë që dy elektoratet tona, pra ai vendosjes dhe ai lidhjes demokratike të Kosovës, janë shumë të afërta njëra në tjetrën. Dhe derisa kemi bërë këtë, kemi treguar që nuk kemi përqyeshmëri për Partinë Demokratike të Kosovës. Unë zotëri Hoxhaj e respektoj në kuptimin e mendimit që ka dhënë. Dhe natyrisht ju e dini edhe qëndrimin e zotëri Kurtit, ku ai thotë qartë që Partia Demokratike duhet të rrjedhë një mandat në opozitë. Dhe në këtë formë ne tentojmë që të lidhim koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila po tregon, e cila po jo vetëm që po na refuzon, por refuzimi i saj ka kaluar në arrogancë. Pra, ne kemi thënë që tashmë janë dy botë, është lëvizja vendosje e cila ka fitu 42.2% të votës shumicë, që i bie në 47% të votës shqiptare. Dhe në anën tjetër e ke pra Partinë Demokratike, e cila është opozitë e parë. Tash Lidhja Demokratike e Kosovës, ose duhet vi, ta them, me fituesin e zgjedhje me atë që qytetarët ja kanë dhënë besimin, ose në anën tjetër duhet të me Partinë Demokratike të Kosovës. Këta rrinë mes, dhe një platforme mendoj që ajo shpreha e famshme e Glaukut, pra Lidhja Demokratike në këto momente nuk është as më as pesh. Votimi i fshet, po nuk është antikushtetues, sepse unë si deputet kam të drejtë të votoj në dy mënyra, pra në mënyrë të hapur dhe të fshehtë. Kur konsideroj që vota ime duhet të jetë e fshehtë, atë nuk mund të më ndaloj askush. Sepse është gjykuar e paragjykuar shumë në këtë aspekt. Sa i përket bllokadës, ju e dini qasjen fillestare. Unë nuk mendoj që bllokada po bëhet tash në emrin e zonjës Haxhiu, mirë bllokada ne kemi filluar punën me bllokadë fillestare. Ju kujtohet atkohë kur deputetët e partive të tjera refuzonin që t'i votonin në mandatet e tyre. Pra një raport që vjen nga KSZ-ja për verifikimin e mandatave. Kupton? Bllokada ka filluar çysh këtu. Nëse konstituohet kuvendi dhe besoj që duhet konstituohet sepse kjo është obligim i joni përpara i gjithë deputetëve të zgjedhur, ku qytetarët na ka bërë këtë përgjegjësi. Pra, konstitutimi i kuvendit është përgjegjësi e të gjithë deputetëve, dorsa sigurisht, pra numrat të cilat duhet të bën pra gjatë një numra për formimin e qeverisë, ai takon subjektit të parë, aty jemi në sprovë sfidë dhe besoj që mund t'i bëjmë ato. Nuk është asgjë e re në deklarimet e presidentit amerikan në lidhje me Kosovën. Ne e dimë qasjen e Shtetet Bashkuara që ka pas për Kosovën. Ata përherë kanë insistuar në një marrëveshje Kosovë-Serbi, pra një dialog cili pra mund ta ketë, duhet në fakt ta ketë përfundimin sa më shpejt. Unë mendoj që pra Trump ka folur në këtë aspekt, që dialogu Kosovë-Serbi ta ketë pra një përfundim në kuptimin e një marrëveshje, ndërsa ne e dimë pra të gjitha peripecitë shkeljen e marrëveshjes, cilën për herë e ka bërë pra Serbia, po ashtu edhe sulmin terrorist në Bajsk.